Si ndodh vdekja? Vdekja ndodh në dy faza. Ose si më thënë, ose ka dy momente vdekja. Momenti i parë, momenti i procedurave të vdekjes. Procedurat e vdekjes kryhen nga melajket e vdekjes. Kemi një melek i cili është përgjegjës për marrjen e shpirtrave. Ky quhet Melekul Maut. Në disa libra i thon Azraili. Ndërsa procedurat derisa të vi momenti i marrjes shpirtit, është një grup me lajkësh që merren me këtë punë. Ka thënë Zoti Xhelalu në Kur'an, "Tawaffathu rusuluna wa hum la yufarritun." Kur vjen momenti i vdekjes, të dërguarit ton ja marrin shpirtin njeriu dhe nuk gabojnë kurrë. Ç'është ky grup? Është një grup me lajkësh që merret me procedurat, me përgatitjen e situatës dhe të rrethanave. Për mirë për besimtarin, për keq për jo besimtarin. Dhe meleku i vdekjes prezanton vetëm në momentin e fundit kur duhet marrë shpirti. Këto neve na lind një pyetje. Nëse ndodhshin në një vend, vdesin dy veta në të njëjtën minutë. Çfarë ndodh me melekun e vdekjes? Ndahet në dysh? Apo shkon ke njëri dhe tek tjetri çon dikë tjetër? Po nëse vdekja ndodh në të njëjtën kohë, vdesin 1000 veta për herë në një vend. Me kë merret meleku i vdekjes? Nëse ndodh për shembull që vdesin shumë veta po në vende të ndryshme dhe në të njëjtën kohë. Bota e melajkeve është botë që nuk mund të krahasohet me parametrat e kësaj bote. Kështu që është gabim që ti çështjet e ghaibit, çështjet që kanë bënë me botën metafizike, nëse ta gjejmë kështu, jashtë fizikës, të bësh krahasim me jetën e kësaj bote ose me parametrat e kësaj bote. A ka mundësi, pyetja e thjesht, a ka mundësi që Allahu Xhelalu t'i japi mundësinë melekut të vdekjes që të jetë prezent në 2 vende, në 10 vende, në 1000 vende, në 1 milion vende në të njëjtën kohë? Ka fuqi Zoti me bë këtë punë? Haroj historia kaq. E jep Allahu Xhelalu mundësinë. Si ja jep është punë e Zotit. Ne besojmë që ai që e merr shpirtin është meleku i vdekjes. Ndërsa ata që përgatisin situatën janë melajket e vdekjes. Tawaffathu rusuluna. Melajket e vdekjes, pra grup melajkesh që merren me këtë punë. Pra Allahu Xhelalu raportin e melajkeve njërën e ka në shumë le të themi në shumë situata. Një nga situatat që ka raport njeriu me melajket është momenti i daljes shpirtit dhe i marrjes së shpirtit. Për të ardhur tek pika ndoshta mund të jetë e parafundit për sot. Fazat në të cilat kalon njeriu përpara se të vdesë. Dhe këto faza janë të ngjashme mes besimtarit të mirë ose vepërkeqit dhe qafirit. Si faza janë të njëjta pavarësisht se kanë disa dallime. Faza e parë është dita e fundit e jetës. Ditën e fundit të jetës nuk e din askush. Ka thënë Zoti Xhelalu në Kur'an, "Wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah." Friksoni asaj dite që do të ktheheni tek Zoti. Këtë ditë se kur do të kthehemi tek Zoti, qoftë dita e vdekjes apo qoftë dita e kiametit, nuk e din askush. Për këtë arsye, njeriu duhet të jetë vazhdimisht i vëmendshëm, se nuk dihet se kur. Ore planet, ëndrat, dëshirat, çfarë mendon ti? Mund vi një moment që mund të jetë dita jote e fundit e jetës, ose nata jote e fundit e jetës, ose masditja jote e fundit e jetës, ose paraditja jote e fundit e jetës. Faza e dytë është, thash, prezantojnë me lajket dhe fillojnë përgatisin nxjerrjen e shpirtit. Dhe njeriu nuk e din as ditën e vdekjes, as këtë moment. Pra kur fillon marrja e shpirtit nga njeriu nuk e kupton akoma që ka filluar procedura. Mirë, po disa njerëz që mos ta harrojmë si pikë, ka njerëz që e nin vdekjen. Keni dëgjuar për këtë? Ka njerëz që thotë, "Hajde mlidhun se do të iki." Ose ka njerëz që kanë thonë filan ditë kanë për të vdekë. Edhe me të vërtetë, atë ditë ka vdekë, kur ka thonë? Këto janë raste të rralla, kanë thonë dietarë, që mund ndodhin tek disa njerëz. Ka disa njerëz që u jep Zoti. Ta nin apo e kanë quajtur disa dietarë në librat e tyre sahwatul maut, ndjeshmëria e vdekjes. O jep Zoti disa njerëz këtë gjë.
u jep Zoti disa njerëzve këtë gjë. Faza e dytë, që është fillon tërheqja e shpirtit nga këmbët deri lart. I vdekuri akoma nuk kupton situatën. Por ne që jemi aty afër mund ta kuptojmë se shohim këmbët që janë ftof. Po ne as ne nuk e kuptojmë që ka filluar procedura. Se neve na duket sikur ka aty jetë. Derisa arrin në fazën e tretë, që është at-taraqi. At-taraqi në gjuhën arabe thon këty në dy kockave. Këty në dy kockave. Ka thënë Zoti xhel xhelalu në Kur'an, Kalla idha balaghat at-taraqiya wa qila man raq. Kalla idha balaghat at-taraqi, kur vjen shpirti këtu, fillon frymarrja dhe rëndohet. Dhe njeriu komplet kë pjesa poshtë është ftof, e ka humb komplet dhe ka të frymarrjen e fundit. Aty njerëzit alarmohen. Qila man raq, gjin, thirr ambulancën, trajtëm doktorët, t'ia fusim oksigjenin, t'ia heqim, t'ia bëjmë këtë. Ti morim i hosh që t'i knoj. O qila man raq. Wa dhanna annahu al-firaq. Aty njeriu fillon dhe kupton se situata është jashtë kontrollit më. Kur vjen momentin e taraq. Aty njeriu e kupton se gjërat janë, si më thon, jashtë kontrollit ti, mirë po njerëzit që janë rreth për qarka ti nuk e kuptojnë. Njerëzit nuk e kuptojnë këtë gjë. Vjen faza e katërt i bjerë, po el hulqum. Kur vjen shpirti në fyt. Kur vjen shpirti në fyt, çfarë thot Zoti xhel xhelalu në Kur'an për këtë fazë? O nahnu aqrabu ilayhi minkum walakin la tubsirun. Melajket janë pranë njeriu në atë moment, ai i sheh, ju nuk i shihni. Ky është momenti që hapen perdet. Besimtarit i çelet perdja dhe shef melajket që kanë ardhur me i marr shpirtin. Si i shef melajket? I sheh në formën më të mirë, më të bukur, me nur, me dritë. Për këtë arsye dhe besimtari në këtë moment kalon në një botë krejt tjetër. Ne mendojmë se na ngjon, s'ngjon më asgjë. Ne mendojmë se na shikon, ai shikon më asgjë. Ai ka kaluar në një fazë ndërmjetme. Ati i qelen të gjitha pertet. Ati po t'i thuhet në atë moment, ka ardhur njëri që mund t'japi jetë plus, nuk e zgjedh jetën në kësaj bote. Pse? Sepse ka pa melajket e Zotit xhel xhelalu. Një melek me pa të lumturohet jeta, po me pa një pafundësi melajkesh. Thot pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, i ulen melajket para syve të tij, para shikimit të tij, deri ku mbaron shikimi i tij. Kupton ti në çfarë bote futet ai? Grupi tjetër i çelën perdet dhe sheh melajket të errta, të zymta. Vetëm dëshpërim, vetëm hidhrim fytyrat e tyre. Ky të merrohet. Këtu vjen momenti i fundit, që është faza e 6, që është tërheqja e shpirtit. Vjen meleku i vdekjes ke koka. Kur ka ardhur shpirti në fyt dhe ky sheh këtë gjën, vjen meleku i vdekjes te koka e njeriu. Edhe do t'i thot njërin prej këtë fazë të prezantimit me lajkeve ka përmend Zoti në Kur'an, e ka përmend Zoti në Kur'an. Ka thënë Zoti xhel xhelalu në Kur'an, tatanazzalu alayhi al-mala'ikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. I vin me lajket në atë moment dhe ky sheh mirësitë e Zotit, begatitë e Zotit, shef me lajket e Zotit dhe me lajket i thon abshir bil janna, po gati për xhenet. Alla takhafu, mos u trem, wala tahzanu, mos u mërzit. Mos u trem për atë që të pret, mos u mërzit për atë që je duke lënë. Mos u trem se të pret xheneti. Mos u mërzit për fëmijë, për grua, për familje, për mos u mërzit. Ai tjetri thot Zoti xhel xhelaluhu, yadribuna wujuhahum wa adbarahum, vin me lajket këto që vinë me i marrë shpirtin, po
po nuk e lejnë rehat, jo vetëm që kanë pamje të tmerrshme, por edhe fillojnë e godasin. Yadribuna wujuhahum wa adbarahum hadha ma kanastum li anfusikum fadhuqu ma kuntum taknizun. Kjo është ajo që keni përgatitur për këtë ditë. Për këtë arsye ka njerëz të tillë që mos vdekjes e gjen nxim. E gjen nxim në shpinë, e gjen nxim në fytyrë, e gjen nxim në trup. Ndërkohë që ai ka vdekje normale. Allahu më ruaj. Në këtë moment vjen faza e fundit që është faza e melekut të vdekjes. Dhe meleku i vdekjes, nëse është njeriu për aty që kanë parë mirësitë, begatitë e Zotit, me lajket e Zotit, kanë marrë përgëzim nga me lajket, i thot: Ja ayyatuhan nafsul mutma'inna, ukhruji ila rawhin wa rayhan wa ila rabbin aradin ghayra ghadban. O shpirt, o njeri i mirë, nefs, o njeri i mirë, o ti shpirt, dil nga ky trup në mirësi, në lumturi, dhe të pret një Zot i kënaqur prej teje, i cili kur nuk do të zemrohet me ty. Ka thënë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, dhe del shpirti i besimtarit nga trupi i tij, siç del ena nga uji kur derdhet. Dhe përfiturimin më të bukur përveç këtij hadithi ka dhënë ajeti kuranor. Çfarë thot Zoti në Kur'an? Wan nashitati nashta. Fjala nashitat në gjuhën arabe, ose në origjinën e gjuhës, është zgjidhja e nyjes, ose zgjidhja e deves. Deven, ata kur e lidhin, si e lidhin, morin këtë rrethin e kokës, e kthejnë dysh dhe ja fusin në gjuhë. Ja fusin në gjuhë deves kështu. Kjo është gjë e më thjesht për tu pak me e lujt, del. Kështu del dhe shpirti besimtarit. Po pse? Çfarë e pret e ka parë, me lajket e Zotit i ka parë, atëherë momentin që i thot dil në mirësi, në lumturi, se po të pret një Zot i kënaqur prej teje, i cili kur nuk do të hidhrohet prej teje ose zemrohet prej teje, çfarë don më shpirtin trup në njeriu? Çfarë don më? Dhe del. Ndërsa jo besimtari, në momentin e fundit që i paraqitet çfarë i paraqitet dhe vuan nga prezenca e melajkeve që i marrin atij shpirtin, në momentin që i thot meleku i vdekjes, ukhruji ila sakhatin min Allahi wa ghadab wa ila rabbin ghadban, thot dil tek hidhërimi, tek dëshpërimi, një Zot i cili është i zemëruar prej teje. Është shpirti tu dal, çdo gjë ka shku deri në fyt, shpërndahet dhe i herë shpirti në trup. Aty pastaj fillon procedura e tërheqjes së shpirtit të njeriu të keq, ose të jo besimtarit, thot pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, sikur të jetë thot një lesh i shpërndarë në një ferr, edhe dikush don ta tërheqi në mashtë të nxehtë. Normalisht do të flasim për hadithin se si del shpirti, do të bëjmë në hadithin e njohur, hadithin e Barajt ibn Azibit. Pra, dhe del shpirt, shpërndahet, e tërheq me tërheqjen më të keqe që mund të ekzistojë, për cilën Zoti xhelal xhelalu ka thënë në Kur'an, wan nazi'ati gharqa. Betohem në melajket që i shkulin, si çfarë termi ka përdor Kur'ani, i shkulin shpirtrat të zhytura thellë.